Regjizor Mirmrama, mirë se në erdhë në vatër, tash nuk I di emrat me Herion është Mustafa Raj, Ylka është ju dhe Albuljena. Mirë se erdhë në vatërën e Nolit, e Konicës, vatërën varë kombëtare. Ne ju tregova pak për historikun e vatrës, kjo është një Shqipëri, është një shtet, është një Vatikan kombëtar, dhe këtu her pas here bashkohemi për gjëra të rëndësishme kombëtare. Ne vlerësojmë që një gjë e rëndësishme është kultura, është arti, ju jeni të botës së kulturës dhe artit dhe është nësi e veçantë I presim këtu. Natyrisht që përmes këshilltarit të kulturës dhe të artit, Noli që njohim ne, Nolin e madh, ku ma mirë se edhe nemen të fan Nolit, Nazim Saliun, por ne e preferojmë Noli. Ju përshëndes edhe nemen kryetarit, nemen kryesisë, nemen gjithë vatranëve, kem këtu dhe një vatran, besoj 60 vjetë gati në vatër, ka herë. 24, 50 me nëva, po është një aktivist I veçantë, mund të prezentohet të ky vetë. Marian Cubi, kam marrë nga Kosova, edhe vitet e para kam shku mu interesu se kush është organizimi, cila organizate, ka po t'june, edhe ju kam bashkangjit vatrës, po thuja si njerëzit më të çmuar, njerëzit më të vlefshëm kanë qenë, dhe I kam aktivizu dhe jam vazhdim si kam bo kontakte, kontribute, e çdo gjë që ka qenë e mundun me bo. Në gjitha fazat e vatrës, përsa kam qenë une, në vërtet kam qenë jashtëzakonisht I pa ndërpreshëm për vatrën, sidoqoftë. Përveçtira ka shërbjellë si arkatar I vatrës. Po, arkatari vatrës. Mariani përveç që është një antar I denj I vatrës, ka shërbyer dhe shërben alja në vatrë, është kënë arkatar për disa vite. 7 vite dhe ka bën një punë mrekullueshme sepse është me rëndësi të jem transparent. Nuk kem një buxhet mallor natyrisht, por me ato kushtet tona ne mundom me baj gazetën Dielli që është 15-16 vjeçare në ekzistencë, 16 më duket, dhe e majmë është gazeta e medjeve shqiptare, që është në print, dhe del online rregullisht me përditshme, por është një herë në muaj. Përveç tjera kemi aktivitete që bëjmë her pas here, aktivitete kulturore, aktivitete që afrohen njëri me tjetrin. Gjithë kjo në si përkushtim unit për të ruajtur ato vlerat tona kombëtare, domethënë vatra është një vend që është I shenjtë për ne. Bashkëndësit shqiptarët pavarësisht se ka vinë Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Maqedonia Veriore, Malezi nga Jamun, por gjithë kjo është një votër ose një votër kombëtare dhe dëshirojmë që këtë votër ta mbajmë jo vetëm gjallë për historinë e për të kaluarën, por me shpresë që të joshim edhe fëmijët tanë, 3 tanë që tash janë gjenerate 2 ose 3, dhe të bashkohen në vatër, të gjejnë veten, të dinë se kush jemi, ka vinë, ku I kem trungu, ku kem origjinën. Me shpresë që të shohin edhe ata me një dashni ndaj të kaluarëve, ndaj pararzëve tyre. Dhe kjo është krejt misioni I vatës, këtë vazhdojmë me mundësitë tona organizatë vullnetare natyrisht, por megjithatë mund të them se aktivitetet tona kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme. Ne kemi pas një serë aktivitetesh ndër vite, ndër dekada, por në veçanti kur flitet për problemet që janë përditshme edhe në Kosovë, dhe sot mundohemi që ta ngrejmë zonin aty ku lypet, aty ku është nevoja për të mirën tonë kombëtare. Jemi ka herë edhe kritikë edhe ndaj udhëhecëve tonë, sepse është nevojshme, por kryesisht fokusimi ynë është që të ruajmë ato që kanë lidhje me të kaluarën tonë, që ta kalojmë brezave të ri. Atëherë, unë do të them, mirë se keni ardhur në shtëpinë e bardhë shqiptare. Është ndërë dhe kënaqësi ime sot që jeni pranë meje dhe ta kam pranë meje një ndër regjisorët më të njohur shqiptar, Bujar Alimanin. Për ndryshe, Ylkën e njoh si një aktore, më të vërtetë që ka dridhur edhe skenat në New York,
me qenë se kemi pasën edhe një eksperiencë me të. Herioni s'kam çka të flas për Herionin. Herioni është një person që edhe rrugët e Broadway's po i nal, me atë pianon e bukur, me atë instrumentin e bukur. Është një nder i madh, një kënaqësi me të vërtetë se nuk hylam edhe me folën atë shumë, por është një prezantim të bukur ta bëj që me të vërtetë kam kënaqësinë e madhe që sot jeni në këtë shtëpi të bukur, që ta prezantoni punën e juaj, artin e ju, që ju jeni duke punuar dhe ju jeni tu kontribu për shqiptarët tonë edhe jo vetëm për shqiptarët, por edhe njerëz të huaj janë të interesuar të shohin edhe pjesëmarrjet e juaja, rolet e juaja, skenarët që kanë shkruar. Kështu që Bujar, mirë se ke ardhen edhe na trego pak për punën tënde që je duke bërë tash. Unë doja gjithashtu që të kthej falenderimin për ftesën që na bët për të na pritur këtu dhe për të na përshëndetur këtu tek Vatra, sepse siç e tha dhe juve, është shtëpia e gjithë shqiptarëve. Themi është shtëpia e gjithë shqiptarëve dhe her pas here edhe vim kur kemi dhe kohë, sepse punët tona duke qenë emigrant gjithë dhe Amerika dihet se si thon këto të shqiptarët e Kosovës, Amerika një palë tesha me punu, një palë me fjetë. Ka thënë një Gjakovar, kur punonim së bashku. Kështu që megjithatë, unë pyes veten çdo herë që mbaron një punë në të cilën ne shqyemi më katërsh. E themi vazhdimisht dhe pyesim veten vazhdimisht, përse po e bëjmë ne gjithë këtë? Ka shumë po lodhemi. Përse? Ka njerëz që shkojnë nëpër plazhe, shkojnë me pushime, harxojnë, shpenzojnë etj. Ne përse rropatemi kaq shumë për ta bërë gjithë këtë? Edhe nuk e gjejmë asnjëherë përgjigjen. Vetëm se vjen momenti ku mbaron një event që ne bëjmë, një shfaqje teatri apo një film, dhe ne gjendemi bosh dhe kuptojmë që duhet fillojmë prapë diçka tjetër. Prapë nga e para. Kështu që mu më thirrën Herioni bashkë me Yulkën një ditë në Producers Club edhe më vu përpara një libër i cili ishte Ne të bardhët Dostojevskit. Një autor brillant, ëndër për gjithë autorët edhe ta luajnë dhe interpretojnë film siç është interpretuar, po edhe në teatr, që nuk është fort e lehtë. Kështu që tham përse jo, edhe kështu nisëm një rrugë të mundimshme, por shumë të bukur, ku është një rrugë që njohim vetveten, është një short story, domethënë është një pjesë e vogël ku ne kemi ndihmuar edhe bashkë pothuajse kemi bërë adoptimin e mirë për në teatr, për në skenë. Dhe po punojmë për ditë. Unë gjej rastin sigurisht që të falenderoj dy aktorët me të cilët po punoj, të cilët më shumë se sa mua, se unë takuaj me këta vetëm të diel të hënë, më shumë se sa mua po punojmë për ditë me një tekst tepër të vështirë, tepër filozofik, në një qytet të madh ku njeriu rrezikohet të humbas, rrezikohet mos gjej dashurinë, mos gjej vetveten, të ketë përsjatje, të kaloj kriza etj. Përshtatet kaq shumë, kjo vepër e shkruar 200 vjet pothuajse më përpara me ambientet edhe me atmosferën ku ne jetojmë. Do doja që të falenderoj edhe Albulena Beqirin, e cila i është bashkuar stafit, sepse dy aktorët janë më të njohur, Erioni padyshim është shumë i njohur, Yulka gjithashtu është e njohur, por Albulena që ka ardhur është më e reja në staf dhe po punojmë për kushtim të jashtëzakonshëm për të bërë skenografinë e shfaqjes edhe një pjesë të kostumeve. Kështu që Albulena faleminderit, po ta them publikisht se jemi kështu, doja që mos të flisja shumë, unë uroj që ju ftoj që të vini, ta shihni, jeni të ftuar. Po. Yulka, pse erdh kjo Ne të bardhët? Pse erdh kjo vepër? Po. Herioni ka insistuar shumë prej momentit kur jemi taku vitin e kaluar me bëna bashkë një projekt. Edhe gati çdo ditë unë në Kosovë, ky në Amerikë, kemi diskutuar për një bashkëpunim sa më shpejt që është e mundshme. Edhe mund mendoni dëshim me kriju, me bëj gjithçka që është e mundshëm, në të njëjtën kohë bënim edhe propozime të veprave të ndryshme. Unë ja propozova atë, ky e lexoi, kur erdhem në Amerikë, veç e fillum si provë me njëherë, edhe doli ajo që po shpresoj ka më pëlqy prej gjithëve. Fillimisht para se të vendosnim për veprën, insistonte gjithkohën që ta kemi Bujarin, regjisorin më të mirë shqiptar, që e kemi të gjallë, që thotë
pse të mos e shfrytëzojmë një bashkëpunim me të. Ky ka bashkëpunuar më përpara me bujarin, unë jo, po për mu ka qenë ëndër gjithmonë me pas një bashkëpunim me bujarin edhe me Herionin gjithashtu. Po me Herionin takimi ka qenë një surprizë, një diçka që unë nuk e kam menduar që kam me taku ndonjëherë as me kriju një raport tillë të afërt që kemi qëtash, se kjo ma ka shterë zonin, edhe... po... Qa një gjëra gabim? Fillojnë këtu. Po, aja është për shkak të afërsisë që e kemi dhe kur lidhet njëri, si që mi lidhna me këtë projekt dhe me një tjetrin, normal gjithçka është e pritur. Po unë kam i rujt këtë javë zonin për shfaqje. Atëherë, unë të kam pa për herën e kalume, kur ke qenë me të vërtet një aktore e shumë e veçante dhe me të vërtet performanca jote është një ndër performimet që në jetën time ka shumë që s'kom pa e vetë një jeti. Kisha pas dëshirë pak edhe me Herionin të plasim pak, edhe me të vërtet si stash më le për shtypjet ndaja në për rrugët e Broadway's, në për rrugët e Manhattanit, me ato farë prezentimet e tua, me ato veglet e tua, piano, në atë instrumentin gojor, si quhet ajo, edhe me të vërtet është knatësi të ndëgjojmë edhe disa fjalë edhe disa gjëra që për projekt planin, edhe kisha pas dëshirë ta dim se kur shfaqen, ku t'ju them njerëzve që vinë të orientohen. Me shumë kënaqësi. Kështu siç tha edhe Bujari, siç thatë edhe ju që na prezantuat të vend që është si thuash bërthama e shqiptarisë të Amerikës. Vatra është një ëndër për ne. Unë sot jam këtu dhe ndihem i bekuar në një logjik që pa dashur kapa një ëndër tjetër, pasi Vatrën e gjithmonë e kemi dëgjuar gjatë kohës komunizmit, si ky vend ku mblodhi shqiptar, por diku tani tek Vatra janë mbledhur aksionarët dhe kjo ishte propaganda e Merianit. Por për ne, popullin e thjesht dhe njerëzit që e kuptonin propagandën e tij, e dinim që ky ishte një vend ku shqiptarët mblidhen së bashku dhe mundohet të ruajnë atë gjën e shenjtë kombëtare që kemi, të ruajnë shqiptarizmin, të ruajnë të zhvillojnë marrëdhëniet midis tyre dhe pikërisht mbase prej Vatrës dhe organizatave të tjera të mëdha shqiptare është ajo mundësi që kemi ne sot që të lëvizim për botë apo të jemi të mbështetur, sepse kanë qenë rrënjëtu, siç na treguat ju me fotografi, dhe kjo kulturë që keni sjell ju, po themi që në një vitet 1900 ne në Shqipëri nuk e kemi dot dhe ne mësojmë nga Vatra si shqiptar, si ta ruajmë këtë kulturë. Të njëjtën gjë ne mundohemi që të bëjmë me artin tonë, që është profesioni jonë jetë. Shumë pak artistë janë ata që nuk jepen, si thuash, nuk jepen ndaj vështirësive, sepse arti është i lodhshëm, është i vështirë. Ne dim frutet e artit janë shumë të vogla në krahasim me punën e madhe që ke për të bërë për ta ushqyer këtë pemë dhe nuk e dalin dot gjithë. Sidomos po ti je vetëm vështirë të të dalësh. Mund të dalë një kokër këtu apo atje, pa ajo nuk përfaqëson gjithë komin ton. Prandaj shohim faktorin që njerëzit, ata artistë të cilët arrin në mënyrë vetjake të ecin në botë, vështirë se kthehen mbrapa në komunitet. Pra kjo tregon se ashtu që e kanë qarë vetë atë rrugë, me mirësi mund të kthehen, e kupton që t'i japin një, si thuash, kontribut vogël, por nuk i shohim që të kontribojnë në komunitet ashtu siç kontribojnë për veten e tyre. Domethënë, nëse je aq i madh sa ti shkputesh nga komuniteti, je aq i vogël sa s'ke për të shërbyer me këtij komuniteti. Domethënë emrin tënd do ta kemi, po ti do vish të hapësh sa fotografi, do hapësh sa autografe dhe kërcit e ike. Në të vërtet, bërthama e vërtet e artistëve shqiptar, siç është Vatra për kombin, ashtu jemi dhe ne që bashkëpunojmë me shpirt, jo duke u paguar apo jo duke menduar për të ardhurë monetare, por shpirtërisht e duam këtë zanat. Shpirtërisht duam që shqiptaria, miqtan shqiptar, qoftë edhe ata që s'janë miqtan, por ata që jetojnë bashkë edhe ata që janë shkëputur nga shqiptarizmi, të kenë mundësi të kuptojnë që
arti dhe kultura shqiptare përkrah kulturën botërore. Ne jemi po aq të zotës si në gjuhë, si në shprehje artistike, si në interpretim që ne ti afrohemi botës dhe krijuesave më të mirë të kësaj bote. Edhe më ditë themi, pse jo, unë kam parë edhe produksionet e tjera të vënë për natën e bardhë, por një anë si kjo zonja këtu nuk kam parë, me thënë drejtën. Do të thënë ne kemi diçka të veçantë që na dallon nga kombet e tjera. Dhe kjo veçanti ruhet vetëm nëpërmjet punës së vazhdueshme. Kjo punë të shumë përkopim, kjo punë të shumë promovim, përkushtim, përkraje. Ju falenderoj që jemi sonë mes jush dhe jam i sigurt që ju do na përkrahni punën tonë. Puna jonë është e shenjtë, puna jonë është e pa vlerë, si thuash, në monetë, por shumë e vlerë në shpirtërisht. Dhe ne presim që me shumë dashuri ju kemi vërtet në sallë, kemi njerëz që mbase din apo nuk din mirë shqip se mund të jenë brezi dytë apo i tretë që jetojnë këtu, por jam i sigurt që kur dalin, ajo që do shohin do rri me ta për një kohë të gjatë në shpirtin e tyre. Shfaqjet tona fillojnë në datën 10 dhe 11 të këtij muaji, janë 2 premierët e parë, të cilat fatmirësisht pothuajse janë të shitura, që tregon që shqiptarët na duan, interese na përkrajnë, dhe jam i sigurt mbas atyre 2 netëve do jetë shumë e vështirë për të gjetur bileta. Që është vatra për shqiptarizmin, ne kemi një shtëpi tonë në mes të Manhattan, ne artistët, që quhet Producers Club Theaters, që e kanë shokët tanë si pronar dhe ata janë shumë të hapur me komunitetin dhe bëjnë aq sa mundin, madje përpos asaj që të afrojnë produksionin shqiptare të ndodhen. Dhe duke pasur këtë komoditet, nuk ka pse mos të bëjmë bashkëpunime të tjera dhe të vazhdojmë shfaqjet tona apo çfarëdo lloj zhanri tjetër artistik që mund të shfaqet në Producers Club Theaters. Shumë bukur. Mos t'i harrojmë edhe për krahun e tyre në shumë të rëndësishme. Në mes të 2 artistave, edhe e bën skenografinë. Sa është e lodhshme për ty, sa ka qenë e lodhshme, punojsh me një gjekovare tonën, edhe me një të Shqipërisë. Ato fillimisht faleminderit shumë që na hapët dyert për me ardhur dhe me prezantu projektin tonë dhe mu bashku edhe një herë krejt me juve këtu edhe me shpresoj edhe me gjithë shqiptarë tjerë që kanë me na ndjek. Unë kam kënaqësinë me bashkëpunu me regjisorin tonë Pujar Alimani fillimisht. Gjithashtu kënaqësi veçantë me bashkëpunu edhe me Herionin edhe Ylken. Para një viti kisha fatin mu taku me Herionin edhe kur ndodhi projekti edhe që kanë diskutu për me marrë me punu shfaqjen e Dostojevskit, më ka ftu për me u bashkangjit ekipës. Edhe me kënaqësi ku më thonë me njëherë po. Për skenografin nuk ka qenë hiç e vështirë me realizu, për shkak se e dim veprat e Dostojevskit na japin mundësinë me shpreh kreativitetin ton. Edhe ju mundu me bo më të mirë të mundshme, tu i përshtat edhe kushteve skenike, hapësirës edhe gjitha gjanave tjera dhe me bo ma edhe aktorët mundi komod edhe në skenë, me vizan skenë, me paraqit edhe një japë edhe një emocion të publiku. Atëherë kisha pas dëshirë t'ju falenderoj dhe prania juve këtu në Vatër është një gjë shumë e bukur që me të vërtet po promovohet e çdo pjesë e artit, edhe çdo gjë që po vjen nga për te oqeanit e po vjen këto, edhe po prezentohet kjo është një kënaqësi dhe një fenomen i joni shqiptarëve kështu. Bujar, unë ty të falenderoj shumë që gjenë punët e bukura, bashkëpunimet me Kosovë, me Shqipëri, me gjithë pjesëtarët, artistët me botën shqiptare. Kështu që të falenderojmë shumë edhe me se di që do t'jetë të shfaqen në Producer Club, janë të caktuar edhe data, kisha pas dëshirë të gjithë njerëzit, ndjekësit që të shkojnë të shikojnë në faqen e juve atje, ku do ta promovojmë edhe ne nëpërmes gazetës tonë Dielli, datat edhe mund të shikojnë pra. Duaj që tu falenderoj, sinqerisht kam ardhur, sa kam ardhur në Vatër, kam ardhur për promovime
vlerash artistike. Mbaj mend shumë herë libra, madje një herë kam qenë në një promovim të një libri për traditat e kostumografisë të krajinës Krajës. Kam një memorie shumë të mirë. Zoti Paqja. Shumë mirë. Siç jam keqardhur që s'kam mundur të jem në promovimin e librit tuaj Porosia e Kullës. Unë do të Kam gjithashtu një memorie shumë të mirë. Do ta jap një libër. Faleminderit shumë, sepse më intereson shumë librat e autorëve, sidomos librat e autorëve që janë ashtu si mua jashtë Shqipërisë dhe aty që janë në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në Gjerë. Kështu që gjej rastin që t'u falenderoj, uroj që një ditë kjo sau të rishfaq, siç kam sjell një herë filma të regjisorit të rinj, i kemi prezantuar këtu, po, edhe u mbush salla të regjisorit të rinj të Shqipërisë dhe të Kosovës. 3-4 filma dhe kalon shumë bukur kështu të gjithë së bashku. Kështu që faleminderit edhe një herë nga zemra dhe uroj që ju shohim në sallën e teatrit të ndiqni shpajt.